Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndet, jemi qëtemi nga unë dorën tina, jemi sot në fshatin, e di se nuk po mbesoni se po duket si me qenë qytet, pra jemi në Malishev të Gjilonit. Hajde po e pasqyrojmë dalë nga dalë fshatin në Malishev, po njoftojmë me banorët e mrekullueshëm që i ka komuna e Gjilonit, e shumë çka tjetër juve ju mbetet veç me qëndru me neve. Përveç kësaj, një kujdes të shumë duhet me pas qysh në fillim, për shkak se fshati është i zhvillum, e shihni pra lëvizje ka gjatë gjithë kohës, kujdesoni. E di se po ju pengojmë pakës ndoshta me xhirime, por kjo është puna ime, nuk e pengojmë në kërkon. Ka po ja fillojmë, ka po bëjmë bajram kështu mos fori. Të çdo të më himre. Përshëndetje. A keni kohë 2 minuta? Hajde. Mlen rrugë, mu më shkel kire. Përshëndetje! Qa po thot bre? Hajde bre, oj, zote shpis! Hajde dorën ti. Opa, po mirë si ju gjetëm. Ju e dini që në veç me ka mirë funksionoj. Kështë është problemin, po pa ka mirë. Si e ndërru, a je mirë, a je apo shumë ta mund dolet. Ka dalë dole. Që si një orë mirë, e keni orë fshatin më të mirë të Kosovës. Faleminderit shumë. Hajti ka po jamojmë një 2 lofe dhe na po ikum. Se nuk kemi kush. Se më kanë thonë që... Dhe shapo dhe me pisefe. Oh, për kur gjobre nuk jam. Ja, pa pi diçka nuk ban, se... Maliseva, jam ik prica. Kjo dihet. Po sjellni, je gazetare ma mirë e këtyre senëm në Kosovë. Faleminderit shumë, respekt. Jemi së ardhur. E vlerësoj. Nga një leng. Apo? A do në ndëllë të? Okej. Ka një leng qëta. Edhe me të që i keni edhe qak. Me qak. Atë ka pëlqy? Shumë. Faleminderit. Po ju jeni ata që më keni sill këtu ku jam. Po, mirë si ne kjo orë. Ju jeni ata që mu më boni. Se mos me qenë një, Jemi së edhe ardhur. s'kisha pas pse me done për katune, kur nuk më shikon Jemi kërkues. së ardhur edhe zyrtarisht, edhe privatisht, kur dush. Faleminderit shumë, është kënaqësi shumë e madhe gëzuar fillimisht. Zuar. Hajde. Fillimi 2026, si ka fillu? Mirë ka fillu, unë e qua Mardjare Gjepi, jam 25 vjeçar, jam i lindur këtë fshat i rritur, dhe ka shku pak edhe koha të qëto. Jena fshat i mirë, fshat i kam binim i shpi, janë ketë me kushet mira, kena gërbeqar, kena këto, kena fabrika. Apo qojnë ata gurbeqartë heq? O, që shjo, faleminderit për tinve. Fshat i bleson këta kushet që egzistojnë, jena met as fshat, as lagje qytetit. Ju ishit po qytet valla, veç ko shjakoj nati. Unë e thash, në fillim në hyrje kër e prezentova, goja nuk ma qëtë keme tha, jemi në fshatin kënej qytet. As para lagje, as fshat, as lagje, nuk di që me thonë. Qytez. Qytez. Shumë mirë, kë ndërtim, kë zhvillim i fshatit, kur është bo kështë së fundi? Ky zhvillim o bo para lufte ka pas një pjesë, edhe pas luftës është pjesa e madhe që i ka dhënë fund çdo seni. Nga kush është bo i gjithë këj investim? Infrastruktura publike është bo pi komunës edhe pi shtetit. A infrastruktura private që është, o bo pi mërgjimtarve, o bo pi fshatarve, pi banorve, është edhe fabrika Aksimorit i ka mbi 300 punëtor, ka që përën firmat ndërtimtarise, të lyme se sene ka firmat mëdha, ka gërbeqartë, për me gjysa fshatet e tepër janë gërbet, kushet janë të mira, të ardhëm kena
në fshat që jetojnë masutës kanë orë shumë, Mbas luftës. Janë që janë të integrum shpejt, i kena respektu. Malesh me ardhë në një komunë Gjilonit edhe mos me u integru ata është e pamundshme. Qytetarët e fshatit janë të respektu, janë të rumë, ka të shkollum, ka doktorat shkencav, ka magjistra, ka ish kryetar komune, nuk kryetar, tash në për drejtori, në për polici që janë funksionarë të naltë, ka ish funksionar polici, tash janë në për penziona, i kena shkollën, i kena kitë kushtet të fshatit që ekziston. Qerdhe më duket nuk kemi. Qerdhe është në pretendim të ardhmen, tash si të kryet puna e kryetarit komunës me atë stafin e vetë e plotson kabinetin, janë pretendimet ka më ndresh një qerdhe e mirë. Amo tash a ka më ndresh të shkolla ku konë qëmshtoria që o hik, a ka më ndresh të dikon fshat poshtë nuk e di, veç edhe është punë që ka më kryen. Se kështu ujësjelësi, kanalizimi, rrugët, unë të shkën publike jenë të regullu me kejtë. Nuk ka rrugë që nuk ka asfalt, kanalizime, ujësjelësi. Nga qëto kushe i gjone për komunës, po, që na hinë që 27 vjetë në Liri, që na hinë në Kosovë, ka përparu edhe fshati, po edhe vendi Kosova përgjithësi u zhvillu shumë. Po që pa elementet bazë nuk isi me jetu? Qashtu. Gjithë shka është në regull, gjithë shka është mirë. E tash njeri sa të bosajnë të mira për familje, për katon, ka qef për të ardhën dërë më ka ma mirë. Gjithë shka është në regull, gjithë shka është mirë. Unë shë të kjo mikpritje shumë të madhe, çka ju bën juve kështë me qenë kaq njerëz të kulturume të respektume? Kulturume të respektume, se ti veti e kulturume dhe respektume, edhe për që to të nërojnë të respektojnë shumë. Respekt, më kellon pa koment, që tashtë. Një rapor është që mbledh dikush pa koment. Se vallaj, se nuk ka pjesë që ki pisi ke fillu fillimit e Zotë e parë. Pje e bezotës parë, rend të Që shë vogël kër im kodë. E vogël kër e kodë. Se tash e më rritë. Tash edhe ti ki pas 32-3 vjetë. Ma poshtë më rrim. E ma poshtë. Po. Qysh ke ba prezentimin e pi stogit e martume ki një fëmije rend kë për cjellë. Jo, këna përcjell gjithkohë që jetë. Tash po kthehemi tek pjesa e banorëve, po më intereson si keni raportet, sa jeni për njëri tjetrin, edhe pse unë çdo herë ju shoh kështu të bashkuar, edhe përderisa fillova me xhirime, ju shesha të bisedu, të fol me njëri tjetrin. Fshati është i mirë, probleme kur s'ka pas, jeton e mine më zveti, respekti është i ndërsjellët. Ta në antë, ushët janë të mira, kur problem s'ka pas, që 100 vjetë e tepër, as u vi që ka pas do një konflikt, as për pak, as për të shka matë madhe, të shka është në regull në kontrol. Atëro që i vëmendjen edhe pjesa rinis, dukshëm ishte në këtë fshat, që ka i kanë dalu ata mos me braktis fshatin? Po, është për shembull firma, kjo fabrika Aksimorit, i ka të konsum bin 300 punëtorë. A janë ata punëtor gjithë nga fshatrat për rreth Gjilonit? Janë fshatit, janë për rreth, janë qytetit, tash janë këtë përzi. Gjilan po, vetëm Gjilan? Edhe Gjilanit po, për edhe Gjilan, edhe fshatet, edhe fshatit janë, përgjithësi janë konsum. Në ka firma tjera ndërtime, zëdime që ka, një firmi ka 10 punëtor, një 7, një 8, ka të konsum komun, që edhe djallin ati, një subaftjari është kuqi edhe ke ka, përën komune ka këtë lokalin e rije, banka rije që është, i ka të konsum 2 punëtor, Rija po veç me që pare. Po rija, veç me që një. Po s'mo ka rija në marojna. Tash, e kam një pyetje, i kam marrë disa informacione që është në ndër fshatrat, në fakt fshati më i madh në komunën e Gjilonit. A është fshati më i madh Malisheva apo Zhegra? Në Zhegrë kam qenë. Malisheva. Edhe me banor, edhe me sipërfaqe. Edhe me sipërfaqe edhe me shtëpia. Sa jeni të pasur me resurse natyrore, edhe sa keni arrit me i shfrytzu për të mirë? Por ato nuk di ç'a thon. Nuk mirëni jo me toka e me... Jo. Si një marrë asnjëherë apo... Po, teri 99-ën jena mirën, po mas 99-ës... Kanë ndryshu si ta kej.
Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën dhe respektin që i keni treguar ndaj neve. Jemi së ardhur edhe zyrtarisht, edhe privatisht. Faleminderit shumë. Ka dalë me na përcjell edhe jashtë. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Jemi së ardhur kur të herë. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit për kohën. E falenderojmë banorin e mrekullueshëm Ardioni, i cili na priti në shtëpinë e tij, po e them, lokali i tij është shtëpia e tij, prona e tij. Faleminderit për zemërcisht. Ne me shtemi po vazhdojmë kështu, drejt fshatit, po morëm sa më shumë informacion, jem të e poj paska një market, Ria, Ipko, qa paska tjetër, një lokal. Sa shtëpi interesante kjo, veç duhet me pas shumë kujdes. E shifni pra, është si me qenë qytez, pas kanë edhe një tjetër berber, flëkt nuk mu kanë bo pa pre, nuk po du mi pre, jam të e po edhe një lapidor këtu, hajde po afrohemi në gjaku tyre, ne sot jetojmë të lirë, po ashtu edhe unë e bej punën time në liri, heroi i kombit Abdullah Tahiri. Lavdit përjetshme për gjithë ata cilët e kanë dhënë jetën për lirin tonë sot. Fshati Malishev, si është si fshat? Po fshati mirë është internacional, fshati mirë është. Sa është i banuar? Banorët janë të lumtur, ka afër 1000 shtëpi, edhe ka dhe prej tjera vendeve të ardhën këtu. Këtu njihen këtë mirë. Po, nga cilat vende kanë orë kështu mas shumë ti? Kanë ardhur Bilinic, shembull, Pograq, ka gjitha ndej ka. Se është mënyra e jetesës, çka punoni, çka bëni? Po e Çka mirë mirë më është. shumë? Pikërisht për mua po thua? Në përgjithësi fshati. Në përgjithësi, po punojnë gjithë, ka shumica janë jashtë. Janë parendim. Punimin e tokave për shembull? Vëllai të pakta janë, përpara janë punua, më tash më pak. Pse më pak? Po së di ka ra interesimi, bujësia ronë, se për ata. E thatë nëse nuk gaboj ofër 1000 shtëpi? Po. Sa munden me qenë mërgjimtar, me përqindje kështë për afërsisht? Po valla, po di sa me thome që ka një 50% gati se po. Jo bo shatis shumë. Kur jemi të Mërgata, po më intereson sa ka kontribu për fshatin Malishev. Bot ka kontribue shumë. Qa ka diçka për shembull? E thët na i shtini mëj. Qa ka për shembull në këtë fshat që ja vlen me cek momentalisht që na jemi tu e po, që e ka dhënë kontributin Mërgata. Po ka dhënë kontributi që ka rregullue varrezat, shembull, ka rregullue pastrimin e fshatit. Kemi mirëmbajtësin? Kemi punëtor, po, kemi punëtor, 2-3 punëtor. 2-3 punëtor? Po, 2-3 punëtor, janë 3 punëtor faktikisht. Do thotë ta paguhen nga pjesa e Mërgatës. Komuna një pjesë paguhet nga pjesa e Mërgatës. Një pjesë nga Mërgata. Njini me gjithësi keni raportet këtë mes vitit. Shumë mirë, është i qysh është ma mirë, më kanë Malishev. Qa ju Malishev dallon? është shembull për këtë komunë e Gilanit. E qa ju dallon juve prej fshatrave të tjera të kësaj komune? Po në dallon se kemë qytetin afër, kemë ambulantën afër këtu. Gjithaj kemi afër. Gilan Malishev ka 3 minuta. Ne jemi në fillim të fshatit, fshati po duket shumë i zhvillum, nuk e di se si ka me qenë deri në fund. A ka diçka, po, ka diçka që i mungon këtij fshati? Që ka nevojë me pas, në ndërtim diçka? Po s'po diçka mundë me pas në ndërtim, ka që është ndërtume. Shkollën e keni? Shkollën e kemi, ambulantën e kemi, bankën këtu e kemi. A ka numër të marrë të nxënësave në shkollë? Valla ka raduk shumë. Thuhet se ka raduk shumë. Po s'ki që banë, për para ka nëmru ma shumë shkolla, tash është ma pak. Qerdha nuk keni? Jo, qerdha nuk ka. Shtëpi Shëndeti po? Shtëpi Shëndeti po. Në cilin pjesë është? Që ja këtu në pjesën e majtë, këtu afër xhamisë. E tash ne me që jemi në fillim të fshatit, nga cila pjesë me janë bojtna, ka ma kështë rekomandu? Cila është pjesa ma e bukur në mënyrë që me pasëru? Po ka do që të shkoni jo pjesë e mirë.
Mendoj që ka të që shkoni o pjesë e mirë, po me të vërtet ai duket vetë. Po shpresoj që kam ju taku edhe në fund të emisionit, fund xhirimeve, edhe me ta dhënë notën, se je kam bën shumë kurreshtare. Jo, kështu si Toma kështu del, shko ka në cila do pjesë, njëjtë ki. Njëjtë ki. A i bëni martesat? Vallai që besa ka fillu ka pak. Ka nis po pëlqejet ka pak. Ka pak po, Alita. Po, jeni fise të, sa fise jeni në fakt? Po, s'po di bëta shumë të thonë, ka shumë fise. Cili mbiemër dominon në këtë fshat? Po, ka shumë mbiemër, janë të përzim, ka shumë, Maliqi ka shumë. Pjesë shembull, familjem Saqipi, Hashani ka shumë besa. E rinia ka mbet? Shumë pak, u bëshatis. Po, për shembull këtu në këtë fshat, a ka dikun që mundesh me punu? A ka ndaj mundësi punësimi? Po s'ka mundësi punësimi, po s'bujësijës. Po s'bujësijës, se s'ka tjera. Nuk punojnë, puneron bujësija, se të pak janë ata që punojnë. Të pak janë. Indrum, faleminderit për kohën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Jam të i pa dhe dy banor tjetër drejt nesh, ne po provojmë me i përshëndet, mbas përshëndetjes. Përshëndetje? Si jeni? Qesh, po të mi përshëndetje, pa mu së të të shqiptari. Mirë, nuk është keq, mirë. Mira? A s'ka kur gjo keq që qa? Jo, s'ka, këtë regullë. A i një banor të fshatit? Po. Jeni i lindëm, i rritëm? I lindur, i rritur, Malishe. A ne a ka ndryshu diçka atëherë dhe sot? Në fshat? Po, sot ka ndryshu ma tepër, normal. Ndërtimet e ma të maja, ndërtimet e ma të mira, normal, këtë, ka ndryshu. Për çka njihni si fshat? Në kejta. Çka ju dallon për fshatrave të tjera të kësaj komune? Në ndalot që jemi afer shumë qytetit. Afer qytetit. Që në dallon neve për tjere. Se për shembull ka uglare, po graçet të tonë hala ma larg janë. Mu më pëlqen të kjo si ju gjej gjithmonë kështë të bashkum. Për shembull ju keni dalë me ecë, apo? Dolim pak, u shetit kem për tjetër të u kësym, qash me pim ka një kafe, krem ja për të shpia. Tash dim, s'po kem pusha me bo tjetëra. Pensionera. Pa punë pasë. Cili është banori ma i dashtëm i fshatit, që e keni kështë për qefi? Ka shumë bre, s'ma është ashtë mi dallu se nështë ta pak si maket që ati për a vjerë. Ani për lojmë. Jetë ati të bërë, Hajtë për lojmë krejtë. Raportet i keni mirë? Mirë, super. Si fshat, normal, s'kemi keq kur zho me kërkan, super i. Edhe këtë kërkujna. Për fund, a ka diçka që kështë pas dëshirë me ndryshu, sa i përket fshatit Malishev? Pa i pak ka... Ka diçka që nuk shkon? Nuk shkon, pak jemi me karrime jemi pak e dopt. Sa keni redukime të shpeshta, apo? Redukime ka pas, po tash e kanë ndërprej vëmira tash, ama është rryma pak e dopt. Nuk i bojnë pajisit elektrike në shpi, po? Nuk i bojnë. Po, qatë, pak, se tjerat janë këtë mirë, rrugët janë mira, edhe në për katu, në për kësi ansore këtë, ato i kera këtë, në për shpia, në regull asë këtë. Rëndësishme është që po jeshtë atë gjithë vetë lumëtur edhe po mbatë shumë qefi nëse cilin ftyrë shë buzëqeshje. Edhe vreni që e shijen jetën, unë veç ju dëshiroj shëndet edhe jetë gjatë edhe knashtë. Kemi halja kemi të gjinë këtu pari, që po si edhe njerës këtu pari, se gjinë ju po njerës. Ishte shumë kratësi, respekt, çdo të mirë. Jemi të e pa dhe xhamin, i pas kanë edhe varrezat e fshatit në obor të xhamis. Kohën e kemi shumë të mirë me diell, pak e zësht ftohtë, por që do e shijojmë në maksimum sot. Po shpresoj që kemi me taku banor më shumë në mënyrë që, më falni, ju kërkoj falje, dorën do të më shtin qepë se është pak ftohtë. Vazhdojmë kështu, po e pasqyrojmë sot fshatin Malishev, komuna e Gjilonit, më do të me ripërsërit se mund e dikush me ngatru me ndojnë që jem në Malishev, por jo, shumë interesante emri Malishev i fshatit këtu në komunë të Gjilonit. Shtepi po duket me pas një numër të madh, jena ashtu të ndërtu me rend. Përshëndetje miqtë e mi, ka do që shkoj miqtë e mi. Qka po shë? Fshati e ka një pozit interesante, pozitën geografike me një sipërfaqe të madhe, po duket kodrinore malore kështu përballë meje, do e shihni me pastaj pamje, do i keni me dronë gjithsesi si çdo herë në çdo kohë bashkë me Andin, po du me falendëru Andin i cili kujdeset në çdo pjesë
në çdo moment me ka pamje këto të marketit, a? Pas kanë lënë vetëm kujdes për shkak se ka lëvizje bukur të madhe. Edhe e kemi pagës të vështirë. Edhe pse kështë po i lojnë makinat bre në trotuar, s'po kam as ka me kalu e pas ka një market, që tash ka fillu me u bo shumë ftohtë, por që jemi duke i lypur rrezet e diellit, e pas kanë edhe një tjetër lokal këtu, e përveç kafes, e pas kanë Përshëndetje! Përshëndetje! Mos ikni mërë, po më shkel! Ha? Kush? Kush është? Përshëndetje! Si je? Mirë. A je mirë, Dorontina, a je lodh? Çka ka thënë? Jeni banor i fshatit? Po, Si është jetesa në fshatin Malishev? shumë e mirë. Çka ju veçan juve? Malët. Maljet. Po. Juve po ish... Edhe kosi. Edhe? Kosi. Kosi? Po. Kosi që e hojnë? Kosi që e hajna. Se, haj të regon? Qashtu kur dvesh pa ka gjënësisht në mërkatun kallzojnë. Të regon të shpejt në pika kështu të shkurta, Po. edhe ndale që të... Ja nuk muj me noqë dhe na skallë. Parime, a? Ja. E haj të regon pika të shkurta për kosin, tash ma le pik. është pak histori e gatë, vallaj, për momentin s'ka vak me të Veç tregu. është i sheshëm, a? është i shishëm edhe na njofin kejt kur ti thuj kosi Malishevës e din. Kosi Malisheves. Po. Si fshat sa është i banuar? Është i banur, po thuaj se fshati ma i banuar në komunë Gilanit. Më i banuar? Po. Cila është arsyeja se nuk i keni praktis fshatin? Se është katuni mirë dhe jena ofër qytetit dhe s'ka kërkush arsye me praktis fshatin. Pamjet e bukura, ajri i Bukra, pastër, ojë i pastër, njerëzit e mirë. por rinisi jo sa kanë betë në këtë fshat? Sa dush, plot, Shumë ka, plot katuni. Se me lqutër këtë vene. Me qa po mirë, me qa po punoni, qa Unë po e bëni? punoj shtu që të marketin e kam. Marketin, Po. po bëhet puna? Mirë, sa kesh. Se sa vite e ki marketin? Që 11 vjetë, 11 vite. po. Shumë mirë. Apo ju ndihmon dikush a jeni vetëm ju aty? në Ja, market? kam edhe punëtor. Shumë mirë. S'po ju marr kohë, se po ju shoqeni Faleminderit, pak kalu për qeni. nxitim, çdo të Që jeni të faleminderit. shkjo kafja ka loj eksperti. Të gjitha lomive, shas ju kallzojnë. Të shkjo kafja. Hajde, faleminderit shumë. Miqtë e mi, prej ftaftit edhe sytë po më lëtojnë. Këtu në Gjilan përveç se ndalet gjithë se cili me folë për fshatin, po ashtu edhe na japin rekomandime, tash mu më do këtu me hynë, a bën? Lirisht. Bonus, unë shpëtem ju këtë. A doni musafir? Shtëpia modhe. Si jeni? Mirë si ju gjetëm. Faleminderit. A je mirë si je? A je mirë? Ti u Dorontina jeti? Po. Oh, që je vetëm. bravo. Faleminderit shumë. A ka bujrën? Po more? Ata qesën e një kafe. Jo, more, Unë ta jo. paguj. Kafen e bim vet. Si zë, ja? Qysh jeni? Me shëndet. Shëndet mirë. Familjet. Kejt mirë. Qysh po kaloni? Mirë, alhamdulillah. Qa po bëni, qa po bëni, ja? Bravo që të punon shtu. Qa po bëni? Unë jam zallë shas. Shumë Po. mirë. Po të puna mirë? Alhamdulillah. Hajde ta shtregon për fshatin Malishev, me që e për cilë emisionin pyqet paka shumë i din. Filloja. Pak dijen. Po unë Unë nuk e di një unë ndihmoj. ma shumë jam në për Gilan se çashtu punam, ças zall. Për këto kisha preferu shokun Ramadan. Ky është edhe buj ka punu, Ramadani me numrin 3, pas te i është. edhe është domaçin. Ka rujt. A? Si janë banorët në fshat, si i keni raportet, çka po bëni, se fillon një ditë? Una? Këtë më përgjithësi në fshat, si fillot një ditë, qa bëni? Po disha më thonë, si zakonisht, si Se gjitha. mos të harrej, po du më ja u bo një pyetje, ma herët bisedova me një djalë dhe më tha, Kosi Malisheves. Po tha, është histori e gjatë, kështu që ju mbetet juve më tregu këtë histori. Për çka është kjo pyetje Kosi i Malisheves? Po, para do vite, soti Malisheve ka po zënë e por me kos. Që kanë marru A më falë veç pak, po më pysin çka du me pi. Ambiset. Me që po më pysin çka du me pi, gjës porcioni kos. Një të vogël. Që ti ka edhe ati person gjë. Vallaj nuk shkoj sot, po.
Sot nuk kthena pa e provu kosin. Kosin tash nuk e preferoj ma shumë, se thomën peshesin. Po. E cila Për është para, historia? janë anvisët që ju konë, nëna jeme, nëna shokut Ramadan, përgjithësi krejt, e kanë prodhu vetë, edhe e kanë shqitë në treg. E sot ju? Sot jo. Pse e kanë lonë? Se e kanë nënë se tash fabrika, tonë fabrika, aja prodhon shumë, edhe qështë. Sa banor munden me qenë? Sa banor? A e din baci Ramadan? Me që është ndoshta në shatë më shumë? 1050 shtëpi llogaritën. Po, ka në perëndim janë sigurisht 40%. A ka shumë shtëpi që jenë me dry? Që s'jen as të më shumti, që... Ka mas shumë të janë 300 shtëpi janë. Që janë në perëndim, që si vetëm i këshyrë dikush, më kanë mirë mbajtje. Për ndryshe mërgatën e keni të mrekullueshme, po flas personalisht mu që kam shkrujnë, lese mo për juve. Janë të mrekullueshëm, po i përshëndesëm gjithë ata cilë tash nuk janë në fshat, janë në vendet të ndryshme. Janë në për Zvicra, në për E Gjermania. keni ju diket familjes? Po, i kam krejt. Kritiki, ja? Përgjithësi i kam krejt, po. 44 antari kam. Po më intereson besimi fetar është vetëm muslima në këtë fshat? Muslimanës, Nuk po. ka tjera Ja, besimi. s'ka. E çka ju dallon prej fshatrave të tjera? Po kaloj pak te Ramadani. Te baci Ramadan. Na dallon se fshati është ma i bukur i joni për rrethin që tuaj. Kush e ka zhvillu këtë fshat kështë ndërtimi? Kush e Qa kontribu komuna, po faleminderit. Vetën e ke vetë i kanë ndërtu se në për shtetet jashtme janë, të në si cëllë kanë ndërtu një shtëpi të re, një diçka shka ma e mira. Ka fshati ndonjë histori? E ka një histori fshati? Po historia ka sa dush vëllai, edhe paras luft botërore të shokon, e ka historia, e ka gjitha, po edhe shtashte, e ka. Unë në këtë fshat jam të pa shumë rini. Rinia me qka po mirën këtë, qa punojnë, qfar punë e bojnë? Po punojnë, rinia, punojnë edhe në për puna, në të shtetit kështu, punojnë edhe private. A ka biznese në këtë fshat? Qfar biznese është kështë kryesisht? Për shembull, Ndërtimtaria? Ndërtimtaria, është edhe fabrika eksimorit që i ka punësu 200 argat, 200 femna me ashtu. Këtu në fshat është ta? Po në fshat poshtë. Edhe i ka, ajo është, për më thonë, kush do me punu, punën e ka aty. Kush do pak ma mirë, shkon ma tutje. Të më thonë 200 familje 200 familje me... marrin paga nga ajo fabrikë. Ka punëtor për Gilarit e për të naonët që punën këtu. Nuk janë veç për Malisheves, për Gilarit, për Katunër, për Gragje. A detet, traditat, si qëndroni? Traditat e kena këtëne herit, traditat shqiptare, si këtëne herit e kena. Po martoheni me zveti? Alloj, shtashtja ka njëse janë edhe të hujë në arpi qëra ka tune, e ja ka njësa për para ju, që në marru. Prej cilav katune kanë orë kështë më shumë? Birinic, Slobic, Dobrosen, Që jenë të kësaj komune? Edhe për komunët Kabenicës, ka për Tërstenës, për Zarbincës, i ki të edhe shpion për Zarbincës, për Katunëve që janë kufirin e servisë. Edhe Tërstenë, Kamenicë, në më thonë, ka për Kokav, i ki 30 shpi. Është fshati më i madh në komunën e Gjilonit, fshati Malishev. Mas Zhegrës. Mas shik. Mas Zhegrës. Zhegra është komuna më i madhe i fshat. Cërnica është ma madhe. Ma e madhja Cërnica, edhe mu më kanë thonë Zhegra, se kam qenë me gjirime. Për para kanë thonë që Cërnica është ma madhe. Zhegra ka shumë të ardhëm, se Zhegra e ka, sigurisht i ka 20 katune për me Zhegrë, që kanë ardhë në Zhegrë ju vendosë. Zhegra ta është zërën e parë, tani Malisheva. Qka i duhet fshatit? Ndonjë ndërtim tjetër kështë që e sheni jetë arsyshëm? Do të me pasë në aktivitete, në i fush sportit, në i ushtërim për fëmi, sidomos për një, që e mas shumë të, s'po kanë ku me lujtë. Për shumë me pas fushën qytet, këtu afer,
pushën e basketbollit, volleybollit, që aty janë. Edhe një pyetje kam për fund, çka mendoni pse po bëhet shpopullimi kaq i madh nëpër fshatra të Kosovës? Cila mendoni që është arsyeja? Cili po përgjigjet? Dhe sa më të kallëzum. Mas shumë që janë shkollat që po mbyllën. Po më dojnë në për fshatra. Tash, unë e pash për shembull në komunë të Kamenicës, më shëllë shkolla, ku mi qu, do të mi qu në gasht, 4-5 kilometra, mi qu, mi morë kabli, gjem një familje mi quen, edhe ata kanë gjetë jetë më të mirë në Gilan, detyrohen pa tjetër. Edhe vinë në për Gilan, ki për shembull tashën gjë keshën të gjefës, që unë mbyllë shkolla, tani katunët që janë Marsis, përndoj Karadakit, se ti mina Karadakit, e ki për shembull tash në Lofts, shkon për 2-3 nxonsa. Ata po dojnë që me mbyllë. A ona tjetër, tash me shku në katunët e shkive, 15 profesora vinë vetëm për 2 nxonsa. Me kështu kodrave zëbincës që i kum po, vinë 15 profesorë nuk e mbyllaj, se i pagunë shteti veç me eduku qatë i rinë, ja kanë bo transportin, ja kanë bo kejtë publike sene, a këto veç mi mbyllë, që se s'po kam unë e sopët, edhe i largonë profesorat, gjoni ju mushi me gjithë, mus mushi, edhe zonësat i le kërkoneq, rinin. Kanë me u këthy ndë njëherë në për fshatra? Kanë me u mbush fshatrat si dikur, me banor, me njerëz? Jo, kam u gjithë dhe vikendica kanë me dalë. Gjinja po jetojnë banes, po jetojnë, mua më ka rasti tash në Kopernic, kejtë thotë. Edhe kur pishon në Gilan kanë lana për banesa, se s'ka shenë bo, i ka thmin në migren, janë jashtë, ata shenë bo 2 pleqë. Këtu e ka buken, del hanë edhe jeton banesë. Unë ju falenderoj shumë për kohën, për respektin, për kulturën që e keni. Ishte shumë kënaqësi, na falni si ju pengum ju bezdesën pak. S'ka për ngan hec. E në dorë ma shpesh, janë shumë ma mirë. Po. Nuk po vje mirë që të i viziton këto, i viziton popullsin, popullin ton, ama, shto. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, shëndet, çdo të mirë. Faleminderit, respekt, çdo të mirë. E tash miqtë e mi, kaluam në një tjetër rrugicë të këtij fshati, u afruam afër objektit të xhamisë. Një xhami e bukur, një obor i bukur, në këtë obor janë edhe varrezat e fshatit, pastërti, nivel, gjithçka perfekt. Përveç kësaj edhe në anën tjetër, fshati ka një pastërti kështu të dukshme, siç po e shehni tashme, po besoj jeni të i papamjet. Përveç kësaj, pra fshati i ka edhe mirëmbajtësin, dikon 2-3 punëtorishin që kujdesin gjatë gjithë kohës për fshat, pra një fshat i pastër, një fshat i bukur, me njerëz të mirë, të kulturum, të respektum. Unë jam kënaq pafund sot në fshatin Malishev. Faleminderit për zemërsisht banorëve të mrekullueshëm që na e kanë bë ditën 5 minuta. 5 minuta me mi dhon, edhe i herë diçka me të thonë. Edhe për këngëtorën më shkon kështu, po mungon teksti edhe zone, se kështu më shkon. Infrastruktura mësimi është nivel, si që jeni të e po, pra edhe pjesa e trotuarit që në ka ma interesant, disa kubza ma interesante prej trotuarëve tjerë, shefeni ondi, merri po mi ca bukur. Bismillah duhet me tha kur hynë në barë të xhamis, shumë bukur. Përveç kësaj, nga ana tjetër, po duket pamje mahnice, kodrinë romalore, ajri është shumë i pastër. Në këtë fshat nuk është që e kam braktis edhe aq, për shkak se kushtet janë të mira, njerëzit kanë biznese private, por përveç kësaj kujdes, përveç kësaj edhe afër qytetit pra janë, afër Gjilanit, dhe veprimtarit e tyre i kryen në Gjilan, e janë në mbon kështu, Kosovës. Jam të e pa dhe një qeshme, kontribut për fshatin nga Ridvan Hysen Neziri. Po se pas kam fillu me u fshik të shkronjat, po mira rrita me lexu, kujdes, të shoha ka ujë,
Emër e Ridvan. Ja pra një pamje tjetër, shtëpit rend me rend, që i japin një jeshi tjetër fshatit, natyrisht kontributi mërgatës, por përveç kësaj, edhe ne që jetojmë në Kosovë, punojmë, edhe kontribuojmë, ndërtojmë të gjitha. Pra, kur e them mërgjimtar, e them në shej respekti, të e marrë parasysh se emisioni për cilët pjesa më e madhe, pjesa dërmuese nga mërgjimtar, dhe në këto momente unë po du me i përshëndet mërgjimtar të fshatit Malishev dhe po shpresoj që kam ju pëlqy sa i përket fshatit e tyre, xhirimi dhe po ashtu mënyra se si kam pasqyruar sot. Unë më shumë sot kam pas banor që kam taku, kam bisedu me ta, se që më ka ra dhe aq me fol, kam fol mjaftu shumë, por që, shefen edhe një tjetër shtëpi, borri bukur. Ne po mundohemi me i kap sa më shumë pamje sa i përket shtëpive, për shkak se në mesazhet cilat vazhdimisht unë i marr, kërkojnë që me i kap borret shtëpit. Normalisht nostalgjia e bën veten dhe kanë dëshirë me i pa. Përveç kësaj, dëshirën më të madhe e kanë me qenë pjesë e emisionit dhe normalisht ne ja u plotësojmë atë dëshirë. Hajde po vazhdojmë të shtemi drejt në këtë rrugicën, kështu mos harrojmë të cek në rrugicat të cilat nuk kemi me arrit me shku, për shkak se e kemi kohën shumë të shkurt. Pra dita është më shkurt, gjithsesi do keni pamje. Përveç kësaj e kemi dronin që i kap gjitha. Por që në këtë ftaf po mundohem me bo ma të miren, shifeni durt, do zabra qa po arrejmi marrë një sërkysmet, po në mashtrën koha në mëngjes djeli, tani hajtë se nëzat, të mendu që jemi në pranë verë. Ondi ktheu ka rruga, me ripamjet edhe kujdes me ecjen. Shifeni pra pastërti gjithandej, lëvizje ka shumë në këtë fshat. Unë i kam pyet banorët se cila është pjesa më e bukur, më e veçantë, pra që e karakterizon fshatin Malishev, por që më thanë gjitha. Se cila pjesë e ka rëndësinë e vet, edhe kjo tjetër shtëpi po thot on disa e bukur, po duket si me qenë rezidencë, nuk e di. Hajde ne po kalojmë andej, pas kam edhe një tjetër rrugicë, asfaltin sa e pas kanë shtru tashmë. Struktura është nivel gjithandej. Në bërë, po e paska shtru të u burri vetë, s'pas ka kënej. Hajde po kalojmë edhe pak, shemi një letë për i ftoftit. Si pas banorëve, Malisheva është fshati më i madh në komunën e Gjilanit. Ka fillu me u erësu, ne po kalojmë në pjesën e fundit, qëndrën me neve. Me këtë pamje të bukur, prapa meje ju përshëndes nga fshati Malishev, komuna e Gjilanit. Bashkë takohemi përsëri, deri atëhere, mirëmbëjtje!